Helen Mirren, Kylie Minogue, Viola Davis, Shania Twain dhe komediania gjermano-iraniane Enesa Amani janë emëruar modelet e Barbit nga prodhuesi amerikan I lodrave Mattel përpara ditës së ndërkombëtare të gruas në 8 mars. Në total, 8 gra anë mban globit, të cilat po japin formë të ardhmes përmes tregimeve të tyre frymëzuese. Kanë marrë secila një Barbie të ngjashëm me veten për të festuar ditëlindjen e 65 të kukullës. Aktoria Helen Mirren është shprehur se ndihet e vlerësuar dhe e nderuar që është një nga modelet e kukullës Barbie. Unë jam absolutisht e mahnitur nga Barbie im. Ndërthurja dhe bukuria e detajeve është e jashtëzakonshme, tha aktoria. Modelja australiane Barbie shkoi gjithashtu edhe te këngëtarja Kylie Minogue, e cila bashkëpunoi ngushtë me Mattel për t'i krijuar kukullën e saj unike, me një veshje të kuqe të frymëzuar nga pamja e personalizuar Mugler, nga kënga e saj me të cilin ka fituar çmimin Grammy Padam Padam. Komediania Enesa Amani u emërua modelja gjermane e Barbit në shenjë mirënjohje për karrierën e saj, me shfaqjet e saj dhe me aktivizimin në të drejtat e njerëzit. Të marrësh kukullën tënde Barbie dhe më pas të njihesh ndërkombëtarisht, së bashku me femra të tjera të shquara me emra kaq të mëdhenj është e mrekullueshme. Nuk e kam menduar kurrë që emri im do të ishte atje për Gjermaninë. Është e pabesueshme. Barbit vijnë me 35 tonë lëkure, 97 modele flokësh dhe 9 lloje trupash, duke përfshirë kukullat me karrige me rrota, sindromën Down, vitiligo dhe kukullat neutrale ndaj gjinisë. Sipas zëvendës presidentes së lartë të Mattel dhe stilistes kryesore të kukullave Kim Kulmone, sekreti I Barbit është se ajo pasqyron botën që njerëzit shohin rreth tyre. Çelësi I suksesit të Barbit është se ajo evoluon dhe është e vërtetë ndaj qëllimit të saj për të frymëzuar potencialin e pakufishëm për të gjithë ata që e duan, veçanërisht vajzat, të cilat kanë nevojë për modele dhe shembuj për të përmbushur plotësisht ëndrat e tyre.